them që nxënësi gjithmonë nuk është që se ai i pari e vren ndryshimin e kohës ose të mënyrës se si duhet zhvillohet edhe mësimi. Domethënë shpeshherë ata edhe e përmendin, tregojnë thonë, kësa herë mësimi nuk është që ka qenë shumë interesant. Unë vazhdimisht i pyes sepse ndoshta mënyra më e mirë për të marrë një pasqyrë, po të qartë të asaj që bën është nxënësi vlerëson punën më së miri nga të gjithë. Dhe kjo ndodh kur mësimdhënësi ka një lidhje të mirë, sinqert me fëmijët. Pa diskutim, sepse ka fëmijë të përgatitur të cilët vlerësojnë punën edhe vlerësojnë drejt, edhe janë motivues edhe për punën e më tutjeshme, po ndihmojnë edhe shokët që thjesht kjo energji ose kjo mënyrë e mësimit, pra të marrë hapa tutje, pra të shkohet në një drejtim i cili korespondon me moshatarët e tyre, me sistem arsimor të zhvilluar. Pra, ata nuk është që se vrej, nuk është që s'informojnë dhe nuk e dinë se si mësojnë moshatarët e tyre në shkolla tjera. Prandaj nga njëherë edhe janë demotivuar për shkak se i mungojnë kushtet. Ata nuk është që zëri tyre dëgjohet shumë për të krijuar kushtet e nevojshme, mjaftueshme që ata vërtet zhvillohen në raport me kërkesat e kohës.